Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Po vuani nga tiroidja, ja 3 ushqime që duhet të hani me patjetër, bëjnë mrekullin për tiroidet. Gjëndra tiroide ndodhen në pjesën e përparme të qafës dhe prodhon hormonet tiroide të cilat kanë një ndikim në zhvillimin fizik dhe mendor, zhvillimin e qelizave dhe metabolizmit. Sëmundjet ose çrregullime shëndetësore mund të ndikojnë në funksionet e gjëndrës tiroide duke shkaktuar një veprim hiperaktiv ose të ulët të saj. Ekuilibrat e gjëndrës tiroide janë të rëndësishme për të parandaluar dëmet në shëndet ose procesin e plakjes. Këto ekuilibra mund të kthehen nëpërmjet konsumit të disa frutave dhe perimeve të cilat arrin të ruajnë shëndetin e gjëndrës tiroide. Sipas DL-saj do të rendisim disa nga produktet më të mira shëndetësore që tiroidja juaj të kthehen në kontroll me konsumin e këtyre ushqimeve. Boronicat. Boronicat janë të pasur me antioksidant që ndihmojnë në paksimin e hipotiroidizmit ose veprimtarisë së ulët të tiroides. Studimet kanë treguar se boronicat janë të parat për sa u përket sasive të antioksidantëve në krahasim me 40 fruta dhe perime të tjera. Boronicat përmbajnë shumë vitamina dhe minerale që ndihmojnë në ruajtjen e shëndetit të trupit dhe shmangjen e shumës sëmundjeve. Qershit. Qershit janë të pasur me antioksidant dhe vitamina që japin trupit nivele të larta mbrojtëse për sëmundjet. Qershit janë një frut jashtëzakonisht i mirë në ruajtjen e funksionit të gjëndrës tiroide. Domatet. Domatet janë një burim i jashtëzakonshëm i seleniumit. Ato mendohet të jenë të mira për gjëndrën tiroide dhe rregullojnë funksionet e saj dhe përmirësojnë funksionet imunitare në organizëm. Seleniumi ndihmon në rregullimin e aktivitetit të hormonit të tiroides dhe neutralizon edhe molekulat e paqëndrueshme të organizmit, thonë ekspertët. Kungulli. Kungulli është një perim e pasur me antioksidant. Të dhënat tregojnë se kungulli është shumë i mirë në gjëndrën e tiroides për shkak të niveleve të larta të jodit që gjenden në të. Gjëndra tiroide ka nevojë për jod që të funksionojë si duhet. Nëse keni mungesë jodi, atëherë gjëndra tiroide nuk ka fuqinë e duhur të prodhojë hormonin e tiroides. Lakrat e vogla të Brukselit gjithashtu mund të jenë një ndihmë për shëndetin tuaj. Këto lakra të vogla janë thjesht të mrekullueshme për sa u përket aftësive të tyre për të ndihmuar në shëndetin e mirë të tiroides. Bizelet janë një tjetër produkt i rëndësishëm ushqyes. Zinku është i rëndësishëm për gjëndrën tiroide dhe gjenden me bollëk të bizelet. Pamjaftueshmëria e zinkut vjet rresh shpesh te femrat që janë të prekura nga hipertiroidizmi ose shtimi i prodhimit të hormonit të tiroides. Kjo sepse hormonet e tepërta në trup eliminojnë zinkun. Gjithashtu, kujdesi i duhur për ushqimet tuaja ndaj tiroides duhet të jetë një mundësi e shkëlqyer për të përmirësuar punën e saj dhe për të ndihmuar gjithashtu në mbajtjen larg të komplikacioneve të ndryshme. Për të ndihmuar në një funksion më të mirë të tiroides duhet të konsumoni disa ushqime. Ekspertët e fushës së shëndetit rekomandojnë disa ushqime që ndihmojnë në përmirësimin e funksioneve të tiroides. Ato janë produktet e detit. Peshku, gocat e detit, karkalecat janë burime të mira të jodit. Ju keni nevojë për jod për një tiroide të shëndetshme. Megjithatë, duhet të shmangni ushqime të pasur me shumë jod si algat e detit. Në dietën tuaj gjithashtu mund të shtoni edhe fruta të thata, element këto të mirë ushqyes për shëndetin e tiroides. Fistikët, bajamet dhe farat e kungullit janë burime të mira të hekurit. Arrat ndihmojnë në tiroide në 2 mënyra. Nuk janë vetëm një burim i mirë i hekurit, por janë gjithashtu të pasur me selen, një mineral që ndihmon me tiroiden. Me vetëm një grusht në ditë nga këto fruta të thata do të mund të merrni dozat të nevojshme të selenit. Ushqimet jeshile. Spinaqi, sallata dhe perimet të tjera të gjelbra janë burime të mira të magnezit, një mineral që luan një rol të fortë rëndësishëm për organizmin. Lodhja, ngërçet muskulare dhe ndryshimet e rrahjeve të zemrës mund të jenë shenjë e mungesës së këtij minerali. Kripa. Tiroidja ka nevojë për jod që të funksionojë si duhet. Shumë njerëz e marrin këtë element nga dieta, zakonisht nëpërmjet peshkut dhe produkteve të bulmetit. Sigurohuni të përdorni krip ionizuar në shtëpi dhe mund ta kuptoni këtë nga etiketa, të cilat do të ndihmojnë gjithashtu edhe në përmirësimin më të mirë të shëndetit tuaj. Gjëndra tiroide kontrollon proceset metabolike në trup. Kur gjëndra tiroide bëhet e ngadaltë ose tepër aktive,
Kjo mund të çojë në probleme të ndryshme shëndetësore. Një nga mënyrat më të mira për të siguruar funksionet optimale të tiroides është nëpërmjet ushqimit që ham. Shumë komponentë në dietën tonë të përditshme mund të ndihmojnë gjendrën tiroide të qëndrojë e ekuilibruar ose të arrijë në gjendje të ekuilibrit nëse nuk funksionon si duhet. Këto ushqime janë efektive në gjendrën tiroide nëse konsumohen si duhet. Kosi, një ushqim probiotik që është një nga mënyrat më të mira për gjendrën tiroide. Produktet e qumshtit janë shumë ushqyese dhe plotësojnë nevojën e organizmit për jod. Jodi është i nevojshëm për funksione optimale të gjendrës tiroide. Frutat, mollët, dardhat dhe agrumet. Mollët, dardhat, agrumet janë të pasura gjithashtu me pektina të cilat ndihmojnë në detoksifikimin e trupit edhe ofrojnë shumë përfitime të mërkurit, një nga metalet më kritike që lidhen me problemin e tiroides. Arat dhe farat. Farat e kungullit, farat e luledjedhit dhe arat janë burime të pasura të elementit të zinkut. Nivelet të ulta të zinkut janë të lidhura me problemet të tiroides. Shtojeni ato në sallata ose hani ato si ushqime të lehta për të mbushur pjatën tuaj me zink. Bishtajore dhe fasulet. Fasulet dhe bishtajoret janë të pasur jo vetëm me zink, por edhe me fibra. Ato ndihmojnë në rregullimin e sistemit tretës, veçanërisht të zorëve dhe parandalojnë edhe kapslëkun. Qiqrat janë një nga bishtajat më të mrekullueshme dhe më të shëndetshme për problemet tuaja të tiroides. Çaji i jeshil. Çaji i jeshil lidhet edhe me elementet përmirësues të metabolizmit. Çaji i jeshil përmban katekina, një lloj antioksiduesi që e bën që qelizat jamore të çlirojnë yndyrën dhe të ndihmojnë mëlçin të djegë yndyrën e tepërt. Drithrat e plota. Trupi përdor me shumë energji për të tretur drithrat. Metabolizmi nxitet dhe fibra shtes, sepse trupi duhet të punojë më shumë për të zbërthyer drithrat. Provoni të hani tërshër, oriz, kaf, lakër, bukë dhe drithra dhe quinoa për të rritur metabolizmin tuaj dhe për të ndihmuar gjendrën tuaj tiroide. Avokado. Avokado është një ushqim i mrekullueshëm i dietës moderne, të mbushur me antioksidantë, yndyra të ulta, fibra dhe lëndë ushqyese thelbësore. Avokadot janë një zgjidhje e shkëlqyer për ata që kanë një tiroide të ekuilibruar. Brokoli. Brokoli është i pasur me kalium, me vitaminën C, gjithashtu ai ndihmon trupin tuaj të përshpejtojë metabolizmin dhe është i pasur me fibra vegjitale. Çdo gjë e ndihmon në përshpejtimin e metabolizmit, është e domosdoshme gjithashtu edhe për problemet e tiroides. Tiroidja ka nevojë që të mbajë nën kontroll përmes produkteve më të mira natyrale ushqyese. Prandaj, duke menaxhuar më mirë shëndetin e saj, do ta keni më të lehtë të bëni gjithashtu një jetë më aktive. Arat braziliane. Sipas NIH, arat braziliane përmbajnë një tjetër lëndë ushqyese që ndihmon në rregullimin e nivelit të hormoneve tiroide, siç është selen. Seleni mund të ndihmojë në parandalimin e dështimit afatgjat të tiroides te njerëzit me probleme të lidhura me tiroiden si sëmundja Hashimoto dhe Graves. Vetëm një barishte përmban rreth 68 deri në 91 mg. Qumshti. Qumshti dhe nënproduktet e tij janë një burim shumë i mirë i jodit. Sipas NIH, megjithatë, pijet me bazë bimore përdoren për të zhvendësuar qumshtin, të tilla si pijet e sojës dhe bajamet, përmbajnë gjithashtu relativisht sasi të vogla të jodit. Pirja e një filxhani qumësht me pak yndyrë do të plotësojë rreth 1/3 e nevojës ditore për jod, për të përmirësuar kështu edhe shëndetin tuaj, citon Health Mira League. Gjithashtu, në dietën tuaj mund të shtoni mish pule dhe viçi. Zinku është një tjetër lëndë ushqyese kryesore për tiroiden. Marrja e peshkut, e zinkut nga këto produkte gjithashtu mund të ndihmojë në dietën tuaj. Nëse zhvilloni hipotiroidizëm, mund të keni edhe mungesë zinku, prandaj konsumoni mish pule, viç ose peshk për të marrë këtë mineral kaq të rëndësishëm për shëndetin tuaj dhe për t'i bërë ballë këtyre problemeve të njëpasnjëshme. Gjithashtu, nëse vuani nga hipotiroidizmi, konsultohuni më shpesh me mjekun tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndërveprimet ose efektet negative. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like,
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.